Këtë të njëjtë një mjet borpastrues në rrugën Arbrit ka shkaktuar një aksident të trefisht. Teksa po pastronte dëborën në afërsi të tunelit të Murrizit në anën e Klosit, mjeti borpastrues goditi një automjet tip Volkswagen që u lëvizte në drejtim të Tiranës, i cili më pas u përplas edhe me dy automjete të tjera. Si pasojë e përplasjes janë lënduar disa persona, ndërsa drejtuesi i mjetit Volkswagen u dërgua në spital për ndihmë të specializuar. Sipas bluzave të bardha, i plagosuri ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia mbërriti në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet për aksidentin në fjalë. Po ashtu gjatë orëve të para të mëngjesit ka patur aksidente edhe në anën e Tiranës në afërsi të tunelit të Murrizit, ku për shkak të pranisë së dëborës dhe ndërhyrjes me vonesë të borpastrueses, shumë automjete kanë rrëshqitur dhe janë përplasur me njëra tjetrën, por pa shkaktuar të lënduar.